Pas një angazhimi të komunës së Prizrenit dhe konkretisht drejtorisë së shërbimeve publike në Prizren dhe pas një kohe që kishte mbetur një shtyllë metalike e largpërquesit elektrik në skaj të rrugës të tranzitit të ri, sot ajo shtyllë u menjanua dhe tashmë rreziku i deritanishëm që ka mund të ishte permanent dhe u hoq. Sot në këtë rast ishte kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari Kujti Mëkashi, pastaj drejtori i shërbimeve publike, ai inspektorateve Islam Okimeri dhe stafi i kryetarit. Ajo largohet dhe brenda 2-3 ditësh ajo pjesë shqyrtohet dhe rregullohet. Me këtë rast të kryetari Totaj tha se kjo ishte një pengesë që na kishte mbetur pas lirimit të këtij tranziti nga shtëpia e që ishte pengesë, por pas procedurave të cilat i kemi kryer me KEC për të siguruar këtë rrugë dhe për të funksionalizuar këtë tranzit që ka rëndësi primare për këto dy lagje dhe për qytetin sot. Po e largojmë dhe kjo bëhet në shërbim të vetë qytetarëve të Prizrenit, tha i pari i komunës. Ne kisha lidhë këto ma shumë si nevojë, pas parje deblokimit rrugës, pastaj edhe largimit shtyllës. Edhe në këtë kontekst, mendoj që qeverisja lokale në Prizren ka bërë një punë shumë të mirë, pas parje me deblokimin e rrugës, po pastaj për shkaqe teknike, cilat nuk kanë qenë gjitha nën kompetencën e komunës, një shtyllë në ka met pak ma gjatë se sa që ne kemi planifikuar. Mirë po ja tash në sot, do më thonë, pas punëve teknike, pas pregaditjes, pas zgjedhjes teknike që në ka dhënë KEC-i, edhe në bashkëpunim me operatorën tonë u pa që kjo shtyllë po largohet. Domethënë është një lehtësim për banorët e kësaj lagje, po edhe të gjithëve, sepse kjo është një rrugë tranzit e cila i lidh dy lagje të qytetit edhe shkurton qasin në autostradë. Po gjithsesi është një punë e mirë. Kjo rrugë e tranzitit përveç që është bën një farë arterje e lëvizjes, po bëhet edhe një zonë ku po zhvillohet edhe biznesi, kështu që komplet si pjesë e qytetit, si projekt i komunës, po treguohet si diçka e qëlluar, natyrisht qeverisja lokale përmes drejtorisë shërbimeve publike, të cilët janë marrë aktiv me këtë çështje, po vazhdon me realizimin e projekteve të cilat ndikojnë në përmirësim të kvalitetit jetës në territorin e komunës Prizrenit, ofrojnë mundësi për biznes, edhe kjo është një trend i cili do të vazhdon edhe vitet e ardhshme, sepse mendojmë se pa marrë parasysh sa ne mendojmë që kemi punu mirë, Prizreni gjithmonë ka nevojë për më tepër, edhe ne do të vazhdojmë të ofrojmë më tepër për qytetarët e territorit të komunës Prizrenit. Kjo është një pjesë shumë e vogël që bëshihet këto, po pengesa kryesore ka qenë mas pari shtëpia, që besoj që e dini. Po shtëpia është largu në fillim të vitit 2023, e kjo shtyllë ka met më gjatë sa që ne kemi planifikuar. Në momentin kur largohet shtylla, kjo pjesë tjetër e punës është shumë punë e vogël, edhe mëna 2-3 dite, edhe drejtori na konfirmon, mëna 2-3 dite largohet kjo punë dhe pastaj rruga bëhet më e sigurt, edhe me mundësi të lëvizjes më të shpejt prej një ane në anën tjetër. Kurse drejtori Qelamaj tregoi se procedurat e kësaj shtylle të këtij largpërquesi dhe të tjerave për të liruar banorët e kësaj lagje ishte një angazhim maksimal, dhe kjo edhe një herë po na bën me dije se qeveria Totaj është në shërbim të vetë qytetarëve dhe pastaj ai vazhdoi. Që një procedurë të themi më shumë administrative, cila ka pas një zgjatje pak më tepër se sa ne si drejtori që kemi menduar, po është më rëndësi që sot kjo shtyllë po hiqet. Në këtë rast nuk është vetëm kjo shtyllë në tranzitin e ri që i thojmë ne, po janë edhe 8 shtylla tjera tensionit nal, të cilët kanë rrezikuar, mund të themi lirisht, edhe banorët, të cilët kanë kalu këto telat të tensionit 35 kV, kështu që është edhe një prej projekteve, unë mendoj shumë të rëndësishme të cilët po i realizon komuna e Prizrenit. Kështu që sa i përket atë kësaj grupe dhe kryetari javësaroj që mrena 2-3 ditë të thonë mundi me ardhe, mundi me gjetë se kjo rrugë është plotësisht në funksion. Kjo shtyllë metalike, këtij largpërquesi ishte në rrugë dhe tashmë largimi i saj padyshim se funksionalizon këtë tranzit që është një arterje e rëndësishme për Prizrenin.